Hej miq të dashur, unë në fakt po lexoj shumë mesazhe, po shoh shumë shkrime për një nga personazhet që po na mban një vit mbërthyer rreth shpirtit të tij. Unë nuk them rreth artit të tij, sepse ai rreth artit të tij na ka mbajtur mbërthyer me vite, por rreth shpirtit të vet, që kjo në fakt është një dhuratë shumë e bukur dhe është një bonus tek artisti shqiptar. Po flas për Gjestin. Gjesti që sot kujtohet më shumë se kur. Gjesti përjetoi një moment të dhimbshëm në jetën e tij, në një rrëfim shumë emocional të sinqert edhe të vërtet. Miku i Gjestit, DJ Gimbo, foli për rrugtimin e Gjestit, për ato vështirësi që në fakt Gjesti i foli hapurazi në Big Brother, për atë fenomenin e vërtet që fatkeqësisht ekziston në shoqërinë tonë, për urrejtjen e madhe që njerëzit e kanë drejt një personit i cili është i suksesshëm, drejt një artistit i cili ka talent, drejt një njeriut që ka një shpirt të veçantë që rrallë janë në botën ku ne jetojmë. Gjesti është i rrallë sepse Gjesti është shumë dimensional në talentin e tij. Domethënë Gjesti ka një talent hapur. Dhe unë jam gazetari që e kam mbështetur më së shumti dhe kam folur gjithçka për të. Dhe pikërisht në këtë ditë, kur fansat do të kishin nevojë pafund ta shikonin Gjestin në ekranet televizive, duke folur për eksperiencën e tij në Big Brother, po pse jo ta shikonin edhe në këndin e një opinionistit se kush më shumë e meriton se sa Gjesti të ketë një rol të rëndësishëm, sepse është njeriu që në ato shtëpi la gjurmë, është njeriu që në ato shtëpi krijoi histori dhe është njeriu që ato shtëpi i shëndëroi në fenomene. Dhe pikërisht në shenjë respekti për Gjestin, unë kam krijuar një tekst me shpirt të pastër dhe me zemër drejtuar Gjestit edhe të gjithë fansave të tij në një nostalgji për ditët e bukura që kaluam bashkë dhe një fuqi për t'i thënë Gjestit një mesazh që ktheu sa më shpejt sepse ne të duam dhe të presim. Ndonjëherë mjafton një moment, një gjest i vetëm që të vendoset përgjithmonë në kujtesën e njerëzve. Dhe pikërisht ashtu ndodhi atëherë. Kur brenda mureve të Big Brotherit lindi diçka më e madhe se loja, më e madhe se fama, më e madhe se çdo kamerë. Një gjest dashurie që preku zemrat e mira fansave. Ishte ajo lloj dashurie që nuk ka nevojë të flas shumë, sepse vetë flet me ndershmëri, me sakrifica, me lot të fshehur e buzëqeshje të ndrojtura. E sot teksa Big Brother nis nesër, nostalgjia rikthehet si një val që nuk ndalet. Fansat kujtojnë çastet kur zemrat e tyre rrihnin bashkë me ta, kur emocionet shpërthenin pas çdo prajmit, kur gjesti i thjesht, i përqafimit, i dorës që kërkonte dorën, apo i shikimit që fliste më shumë se fjalët, bëhej arsyeja pse publiku e besonte dhe i dhuronte dashuri. Ka momente që nuk harohen kur sepse janë ato momentet të vërteta, aty ku dikush e dha zemrën e tij pa u kursyer, aty ku u pa një ndjenjë që i sfidoi dyshimet, komentet, lojen, e madje edhe kohën. Aty ku brenda një shtëpie të mbyllur, bota jashtë u ndal për të parë bukurinë e një lidhjeje që mbolli shpresën. Dhe sot fansat, një ditë para nisjes së këtij edicionit të ri, ndihen të njëjtë si atëherë, të emocionuar, të paduruar, por edhe me një lloj dhimbje të ëmbël që vetëm kujtimet din ta dhurojnë. Sepse pavarësisht se kush do të hyjë këtë vit, pavarësisht se çfarë historie e re do të shkruhet, gjesti mbetet dashuria aty, si një kujtim i paprekur
si një plagë e bukur që nuk mbyllet, si një kujtesë se Big Brother nuk është vetëm lojë, është ndjenjë, është rrëfim njerëzor, është prekje zemrash. Nesër dera do të hapet përsëri, por sot zemrat e fansave rihen me ritmin e asaj nostalgjie që i kthen pas tek momentet kur dashuria u tregua pa strategji, pa maska, pa filtra, tek momenti kur një gest i vetëm ndryshoi gjithçka. Fansat në fakt janë sot shumë emocional për gestin, për Big Brotherin, për lojën e gestit dhe ato kërkojnë me shumë dashuri që gjesti të rikthehet dhe të jetë sa më pranë tyre.